tradicionale shqiptare. Për xhubleta, që është nga vajtësia e madhe, është rreth 300 vjetare si fustan. Origjinale, e zitha dhe me brezë, me plumba dhe me qarë me flori. Kjo pastaj është veshja tradicionale e qiftit formatori. I përket dhe krujës, për më shumë është edhe Shqipërisë mesme. Kjo pastaj është fushë krujës, sezoni fushë krujës poshtë, i gjithë kostume, dhe këto janë i legët gjithë që ndisur me dorë, me fija. Kjo është i gjithë museu. Gjitha këto janë gjitha punuara me dorë. Punuara nga gratë e familjes. Pastaj objekte tjera, sepse dhe ajo veshje si ashtu, është e marrë edhe nga majtësia e Shkodrës. Kuptoj. Sepse kur është kthyer si muze. Sepse kjo është kthyer si muze në vitin 1989. Edhe është ruajtur që nga edhe është ruajtur nga televizion. Do të thënë femrat e familjes, gratë po themin e kalojnë adoleshencën, kishin një ritual të zakonshëm për të bërë. Mësonin që të qepin, që të ndisin, ndërsa gatuonin burrat në punë të tjera siç ishin konventet, me lustra, me po si të luftonin, si të pinin raki, duhan e tjerë. Dhe me pjesët e tjera që ishin familjes si punishtja e varrit, për punimin e leshit, që mësoheshin dhe për jetën e përditshme. Flasim, nuk ishte shkolla, nuk ishte shkolla, por ishte familja shkolla. Familja shkolla. Shumë faleminderit.